Shikus të dashtun, mirë mëngjes, kujdo që tashmë është bo pjesë e herët, jemi këtu në studion e herët, ora 7:56 edhe tashmë, ashtu që shë paralajmëruar edhe më herët, do të lidhemi direkt. Këtë lidhje direkte do të kemi nga Shqipëria, sepse do të flasim për një temë goxha interesante, temë cilën po besoj si term të këtij profesioni mundeni me ndëgju pak më rallë ose shumë më rallë, ndërka që për pjesën e teknologjisë dhe teknologjisë artificiale dhe zëvendësimin që ajo po e bën në shumë profesione, po besoj që kemi ndëgju goxha shpesh kohën e fundit, sepse teknologjia po e ndryshon pothuajse secilën fushë të jetës tonë. Po teknologjia kohës fundit ka filluar me ndiku shumë edhe në mjekësinë. Apo i zëvendëson ajo profesionistët shëndetësor, rrezikun e shuarjes së disa profesioneve dhe rolin ose benefitet e saj në mjekësinë do t'i shohim tashmë dhe do t'i diskutojmë bashkë me inxhinierin biomjekësor Ermand Mertenikën. Mirëmëngjesi. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush në TV televizion në Prishtinë për këtë tematika mjaft interesante, që duket sikur kjo inteligjencë artificiale, domethënë po zhvillohet masivisht edhe po na del edhe si po na kthe edhe si bumerang, po na del dhe jashtë kontrollit. Në sensin që dëgjojmë hera herë zhvillime masive, zhvillime të vazhdueshme, që edhe për ne inxhinierët domethënë janë koncepte të reja që vërtet na çudisin. Vetë inteligjenca artificiale, domethënë shumë bukur na ka lindur një pyetje apo na dominon inteligjenca artificiale. Në fakt, ajo që unë mendoj pikërisht pra që inteligjenca artificiale po na dominon në mënyrë indirekte, që do të thotë po na lehton proceset e punës, po puna po bëhet me rendiment dhe me efektivitet shumë të madh, ndërkohë pikërisht pra që po sfumon pikërisht pra dhe numrin e punonjësve. Pra inteligjenca artificiale krahas të mirave që ka, benefiteve që ka dhe disa side effekte, sepse ne kemi përmendur zhvillimet masive të teknologjisë, po rrisin rendimentin, po rrisin përfitimet, po shpejtojnë procesin e punës, po rrisin produktivitetin, por në anën tjetër shikojmë që po ul numrin e punonjësve, sepse sot në korporata të mëdha ke një staf të ulët punonjësish, të cilët janë punonjës domethënë që janë overqualified ose well trained, të trajnuar mirë, të kualifikuar mirë, dhe pjesën tjetër e bën sistemi robotik. Për shembull, marrim rastin e kompanive të prodhimit të automobileve, kompani të prodhimit të elektronikës, kompani të prodhimit të pajisjeve mjekësore apo çfarë do industrie tjetër. Sot para shumë vitesh kishte një staf të madh punonjësish, për shembull para 10 apo 15 vjetësh, ndërkohë që numri i prodhimit të automobileve ishte ulët, pra produktiviteti apo rendimenti ishte i ulët, para 10-15 vjetësh, pra 10 automobila, 15 automobila, sot pikërisht pra në kohët e sotme kemi një staf shumë të ulët punonjësish, ato që janë kualifikuar mirë, kurse produktiviteti nga sistemet robotike është për shembull 2000 apo 3000 automobile në muaj. Në sistemin bankar, pra në ekonomi, në financa dhe në sistemin bankar, inteligjenca artificiale ka përmirësuar sistemet e IT-s, ka updetuar apo ka zhvilluar software apo programe të ndryshme financiare, gjatë të cilës sot më shumë e thjesht punosh. Para shumë vitesh, për shembull, fjala vjen në specialistët e IT-s, unë dhe vetë kam qenë specialist i IT-s, edhe shikoshim pikërisht pra që sistemi IT shpeshherë kishte probleme para 10 vjetësh apo 15 vjetësh, duhesh vazhdimisht të aranxhohesh, të updatoje software-ët e tjerë. Kurse sot çdo gjë është e thjeshtuar, sot çdo gjë bëhet më shpejt, domethënë inteligjenca artificiale në arsim, sot të rinjt, studentët, gjimnazistët janë domethënë i kapin në si mund të themi lëndët më ndryshe. Sot për shembull studentët në fakultetin e mjekësisë, inteligjenca artificiale domethënë aplikuar te kompanitë e prodhimit kanë krijuar anatomi 3D, gjatë të cilës çdo student i mjekësisë mund të shikojë trupin e njeriu në formë 3D, domethënë, ndërkohë që para 10 apo 15 vjetësh që nuk ka qenë. Por ajo që po shikojmë me inteligjencën artificiale është që inteligjenca artificiale po ndikon negativisht në shoqëri, në sensin që ne pa humbim konceptin social. Nuk kemi më të socializuar siç kemi qenë më përpara, domethënë një botë më e bukur.
sot jemi kthyer pikërisht pra unë dhe shoku im digital, ose unë edhe kolegu im digital, unë dhe psikologu digital, unë dhe mjeku digital, pra po e the në trajt batute, unë dhe më thënë dhe shoku im ai, në sensin që të gjithë sot përdorin smartphone-ët, telefonët, laptopët, ky është bërë mjeku më i ngushtë, shoku më i ngushtë është bërë telefoni, shoku më i ngushtë është bërë ChatGPT-ja. Sot për shembull në ChatGPT, që ky është ky versioni i fundit, versioni 4, mund të gjesh informacione nga më të ndryshme. Mjafton ti të shkruash një pyetje dhe ChatGPT-ja të nxjerrë çdo gjë. Pra, madje edhe në dermatologjinë, sektorin mjekësor, ChatGPT-ja kishte përmirësuar algoritmin software-in ku me atë një foto me rezolucion të lartë mund të kapje një spot në lëkurë, për shembull një nishan apo dhe të tjera, edhe pasi uploadoje pikërisht në platformën e ChatGPT-s, ai ta përkthente ose të nxjerrte diagnozën online. Apo zëvendëson ChatGPT-ja mjekun e përgjithshëm apo mjekun specialist? Në mënyrë indirekte po, por në të vërtetë nuk mund ta bëj asnjëherë, sepse dua të kalojmë te kjo pjesë, domethënë që ne na pëlqen shumë ajo të vetë diagnostikohemi, pra të marrim informacion online se çfarë për patologji të ndryshme. Por nuk duhet harrojmë që diagnozën e saktë dhe zgjidhjen e saktë mund ta gjejmë vetëm në një klinikë mjekësore, në një mjek real, në një facilitet spitalor, në një spital universitar. Sepse shpeshherë Mirë po, tashmë masi e përmendëm çështjen se si teknologjia dhe inteligjenca artificiale po ndërhyjnë edhe në çështje të tilla si diagnostifikimin e sëmundjeve të ndryshme dhe patologjive të ndryshme, a ka fillu kjo ndoshta me kriju edhe një ndryshim të formës se si mjekët merren me pacientin, të marr parasysh tashmë është kriju edhe një lidhje emocionale, të themi kështu, mes njerëzve dhe teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Sepse e dim që sado që nuk ka emocione të përfshira në mes, din me t'i kthy përgjigjet shumë në një formë emocionale ku të bën me u lidh me përgjigjet tilla. Shumë pyetje drejt, domethënë faktikisht edhe unë desha ta prekja pak këtë. Këtu kemi të bëjmë me një ndërthurje të dy inteligjencave. Inteligjenca naturale që është një mjek, një kirurg, një profesionist i mirë në sektorin mjekësor, edhe inteligjenca artificiale që është kirurgu robotik. Sigurisht, domethënë, nëse kemi të bëjmë me një shfrytëzim ose nëse të dy funksionojnë në mënyrë simbiotike, pra një kirurg shumë i mirë i trajnuar për këtë sistem robotik shumë të mirë, domethënë Da Vinci Robotic System për shembull, një ndër robotët më të avancuar kirurgjikal që bën kirurgji shumë precize, atëherë efektiviteti dhe rendimenti është i madh, që do të thotë koha rehabilitimit të pacientit është e shpejtë, kirurgjia është shumë e shpejtë dhe saktësia është shumë e madhe. Dallimi midis dy inteligjencave, sigurisht inteligjenca artificiale është sistem automatik, press the button and go, pra mjafton i jep triggerin që ja japim gjithmonë ne, inteligjenca naturale, ndërsa inteligjenca artificiale karakterizohet nga emocionet, karakterizohet nga logjika, inteligjenca naturale, domethënë karakterizohet nga emocionet, nga logjika organike, ndërsa inteligjenca artificiale ka një logjik automatike. Pra, në sensin që nëse një kirurg ka emocione, inteligjenca artificiale nuk e ka. Që do të thotë edhe gjatë një kirurgjie të vështirë, për shembull në rastin e kancerve të pankreasit, që është kanceri më invaziv, nëse kemi një kirurgji që bëhet midis një kirurgu të përgjithshëm, profesionist shumë të mirë, dhe një kirurgu robotik, atëherë efektiviteti është shumë i mirë, sepse vetë sistemi robotik është preciz, pra është më preciz se sa një kirurg njerëzor, sepse funksionon në tonë matematikore. Ju i besoni teknologjisë dhe inteligjencës artificiale deri në këto pika, sa po thoni që janë më preciz se sa vetë kirurgët? Unë them këtë gjë, domethënë, por inteligjenca artificiale nuk funksionon dot në mënyrë autonome, pra nuk funksionon dot pa një kirurg. Që do të thotë, inteligjenca artificiale është një instrument suportiv për inteligjencën naturale. Që do të thotë, inteligjenca artificiale është 100% e saktë, është 100% precize. Është gjuhë matematikore, është gjuhë algoritmike, kështu që saktësia është maksimale, që do të thotë në ekstraktimin e një mase tumorale për shembull, precizioni i ekstraktimit është aq i saktë sa që nuk dëmton lindet për qark. Një. E dyta, sot shëndetësia pra jetojmë në një erë të re, epokë të re të shëndetësisë, ku në vendet e zhvilluara investohet për
investohet në shkencën mjekësore për inovacion, për shpikje dhe që do të thotë pikërisht pra sot një pacient në vende të zhvilluara edhe në vende të tjera mund të marrë një diagnozë shumë të saktë, mund të trajtohet shumë shpejt, pra për shembull me anë të Da Vinci Robotic System një pacient hyn në kirurgji sot e del po sot, ose hyn sot e del po nesër, koha rehabilitimit, dhe sot me anë sisteme robotike bëhen kirurgji shumë të vështira, ku dora e kirurgut njerëzor dhe mund mos y dot. Pajisje të cilë funksionojnë me sistemet lazerike, rezatimi. Për shembull, nëse një pacient ka pas po marrim rastin ton, një masë tumorale shumë të vështirë në trurin, në cerebral, pra në trurin njerëzor. Kjo glioblastom, për shembull, në gjuhën e bioteknologjisë, se nuk dua ta bëj shumë shkencore, sepse që t'jemi të kuptuar, një masë tumorale e cila është lokacionuar e vendosur në një zonë të trurit që është e vështirë të ndërhyet në mënyrë kirurgjikale, atëherë një sistem robotik mund ta kryejë më së miri, mund ta performojë më së miri. Kështu që kjo është e ndihma më e madhe që po jep sistemi shëndetësor. Sot kishte dalë një lajm që e pam, inteligjenca artificiale me anë të software mund të parashikojë dhe kancerin e gjirit. Pra karcinomat mamare, të cilët krijohen në gjëndrat mamare, pra të gjinjve, apo dhe kancerat e tjerë. Sot inteligjenca artificiale po zhvillon software-ët, po për llogarit mënyrën se si po funksionojnë pikërisht për metabolizëm njerëzor. Pra është diçka fantastike, një lajm interesant. Kina kishte nxjerrë një spital të parë AI që kishte të bënte me 14 mjek AI, pra 14 mjek inteligjencë artificiale. Pas 2-3 ditësh nga 14 i kishte shtuar numrin në 42. Pra çuditëra po ndodhin. Sigurisht që unë vetë si profesionist i fushës, pra i bioteknologjisë dhe bioinxhinierisë, unë i besoj më së miri pikërisht pra sisteme robotike. Elon Musk me çudirat më të fundit me Neuralink, krijimi i implantit elektronik, pra qipi që vendoset në trurin e njeriut. E bëri, e krijoi, mori afirmimin, aplikoi tek pacientët dhe rezultoi pozitiv. Dhe shpesh, kur edhe me dalje për shembull të jetë televizive, unë kam deklaruar se shpeshherë nuk e frikti, unë kam deklaruar që dua të jem shqiptari i parë, nëse do kisha një problematikë shëndetësore të implementoja çipin në tru të Elon Musk, sepse Elon Musk e krijoi këtë çip. Po cila është arsyeja që e krijoi? Pacientët të cilët kanë pasur pikërisht pra masa tumorale në trurin e tyre dhe u shequr masa tumorit dhe kjo masë tumorale u ka dëmtuar një matrizë neuronike apo disa zona nervore, atëherë ky çip është i pajisur me disa fije mikroelektronike që lidh neuronet me njëra tjetrën, lidh sinapset që pacienti të rehabilitohet. Pra nga ajo paralisë që kishte shkuar, me anë të çipit rehabilitohet, pra i rikthehet lëvizja. Me anë të çipit Elon Musk. Me këtë po e tregoni besimin. Me këtë po e tregoni besimin e plot sa i përket inteligjencës artificiale. Unë fantastike fare, unë i besoj 100%, domethënë i besoj 100%. Është instrument që duhet përdorë më së miri. Domethënë nuk duhet keq përdoret. Për shembull, shpeshherë keq përdorimet e AI-s ne i shikojmë në gjetjen e problematikave shëndetësore në Google apo në ChatGPT. Kjo shpesh keq përdoret, sepse për një problematikë të caktuar njerëzit shkojnë në Google, pra doktori famshëm Google, apo në ChatGPT, doktor ChatGPT, pra doktor AI, që të gjenë diagnozat e tyre. Por asnjëherë, nëse kanë një problem të caktuar, sigurisht këto kanë informacione të sakta, por mos abuzojnë me kohën, sepse nëse një pacient për shembull ka pasur ka një nishan apo një spot të çuditshëm, që mund të kategorizohet si melanom. Nëse pikërisht premante doktor Google-it apo doktor ChatGPT-s mund të kërkoj informacione, mund të marrë dhe mund të zvarrisi diagnozën, në këtë pacient kuptohet, më besoj që ka dy kosto në mbi shpinë. Kosto e parë zvarritja, sepse një problematikë shëndetësore sa më herët të kapet, aq më shpejt mund të diagnostikohet ose mund të parandalohet. Ndërsa me doktorin e famshëm të Google-it apo doktorin e famshëm të ChatGPT-s, ne thjesht konsumojmë dhe harxojmë kohë. Në të njëjtën kohë patologjia agravohet. Është dhe kosto monetare. Sa më e vështirë të jetë kirurgjia, aq më kushtueshme është.
Po me këtë që po e thoni, ne po e kuptojmë që duhet me i besu teknologjisë, po në anën tjetër asnjëherë teknologjia dhe inteligjenca artificiale nuk mundet me zëvendësu një kirurg, një mjek të përgjithshëm, sepse nevojitet që gjitha procedurat e tjera, diagnostifikimin, trajtimin, edhe mbikëqyrjen e situatës të personit, gjithsesi ta bëj një person me inteligjencë humane. Shumë e drejtë është, shiko, ne nuk është e thënë që, do me thënë, shi çfarë ndosë me këtë inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale, unë duhet të them është truri elektronik. Pra është një mikrochip, është një mikrokontroller, disa mikrochipe, disa mikrokontroller, disa gjuprogramimi apo një gjuprogramimi implementuar në këto chipe, që kryen një apo disa funksione. Këto janë krijuar nga inteligjenca natyrale, nga ne. Por, për t'i besuar, unë mendoj që duhet t'i besojmë në drejtimet ndryshme, për shkak në rastet kirurgjikale, do me u besuar me patjetër, sepse janë shumë të sakta, por në zvarritjen e diagnozave online, duke gjetur për një problem caktuar, për shembull për një dhimbje koke, nëse unë kërkoj në ChatGPT, më nxjerr që mund të kesh një ftohje apo një mas tumori, dhe nëse ti shkon ke një mjek real dhe mjeku real të thotë për shkak të dhimbje kokës do kesh një ftohje, atëherë edhe në ChatGPT më thotë që mund të kesh një mas tumorale, atëherë krahas dhimbjes që unë kam të kokës, mund më shtohet edhe stresi psikoneurotik, stresi psikologjik. Por stresin e kemi thënë është një faktor shumë i dëmshëm në organizëm, sepse gjeneron hormonin keq bërës, hormoni kortizolit, që shërben si një trigger për problematika të ndryshme. Pra, stresi mund të shkaktojë edhe kancerin. Nëse stresi është i vazhdueshëm me shumë problematik madhore, prandaj gjërat duhen thjeshtuar. Nëse kemi një problem shëndetësor, dhe ky problem shëndetësor nuk kalon për shkakun për 1 apo 2 muaj, duke naviguar, atëherë duhet patjetër të shkoj tek mjeku real. Unë kam pas raste për shembull të një miku tim, që njëkohësisht ishte edhe pacient, kishte një mas tumori në parotis të gjendërën e bështymës, nga një mas shumë e vogël ezitonte që të shkonte në një kirurg apo në një spital apo në një klinikë mjekësore, kaloan pra një mas e vogël që mund të hiqej me një incizion shumë të thjeshtë. Kaluan disa vite, masa progresivisht ishte rritur, u kishte kapur dhe nervin facial. Nervat facial janë nerva shumë të rëndësishëm të fytyrës. Janë 5 dek të cilët ruajnë simetrinë e fytyrës dhe gjesturat, janë përgjegjëse për mimika dhe gjesturat. Kjo mas tumorale për shkak të sepse ky kishte hezituar të shkonte në një spital apo në një klinik që të merrte trajtimin mjekësor siç duhej, kjo kohë kishte bërë që tumorit ishte agravuar, ishte përkeqësuar, ishte rritur dhe u kishte kapur nervin e poshtë të nervit facial. Imagjino nga për një shkak të një incizioni shumë të vogël kirurgjie në fillim, u detyrua që të bënte një angari, pra një seri diagnostikash, skaner, rezonancë magnetike, eko, analiza gjaku, analiza hormonale dhe më pas kirurgjia ishte shumë e vështirë për të ruajtur nervin facial. Pra unë dua bashkarisht, domethënë duam t'i japim një mesazh sensibilizues qytetarëve, pacientëve për problematika të ndryshme, mos zvarisin kohën që të diagnostikohen online, pra të marrin informacione sa më shumë online, por bjeni shkurt, në mënyrë racionale, shkonin tek një mjek real, tek një kirurg, siç është përcaktuar nga shkenca mjekësore, një herë në 6 muaj apo një herë në vit, se është më mirë që të parandalojmë se sa të trajtojmë. Për shembull, pse duhet kjo? Përse duhet që ne të ndjekim një rregull sipas shkencës mjekësore që të trajtohemi një herë në 6 muaj apo një herë në vit? Sepse ka probleme shëndetësore të cilat nuk japin shenja primare. Për shembull, nëse një pacient, kam pas edhe një rast tjetër, një pacient u është shfaqur kanceri më i keq, më agresiv, që është i pankreasit dhe i mëlçisë. Kanceri i pankreasit është shumë agresiv, është për shkak të indeve të buta, përparon metastazohet shumë shpejt. Ky pacient në fazat e para nuk ka ndier simptoma, dhe simptoma e parë që u është shfaqur pacientit, që ishte përkthyer në gjuhën mjekësore, që kanceri ishte avancuar. Pra kishte hequr shumë përpara, pra kishte metastazuar, faza e 3, faza e 4. Prandaj cilat ishin simptomat? Simptoma e parë ishte pikërisht pra krijimi i ikterit, ne i themi zverdhje të
të bardemës së syr, gjithashtu edhe fillon edhe ngjyra e lëkurës të marrit në formë bronz, pra ngjyrë bronz. E dyta është këputje trupi, sepse tumori në kokën e pankreasit bllokon tubin biliar, që është problematik. Dhe fillon më pas që njeriu edhe dobësimi i vazhdueshëm. Pra pra unë e përmenda për shembull që edhe në mushkëri ka raste të cilët nuk detektohen fillimisht. Prandaj është shkenca mjekësore që thotë diagnostiko bëni një kontroll, një analizë gjaku, një analizë hormonale një herë në 6 muaj ose një herë në vit për të parandaluar se sa të trajtosh. Sepse inteligjenca artificiale, teknologjia ka ecur shumë përpara, ka krijuar sistemet robotike e çuditëra që po bën. Por te kanceri përsëri po mbetet po çendon, domethënë nuk po arrihet që të gjetë një zgjidhje tek kanceri, tek metastazimi, tek tumoret maligne. Nuk po gjendet një zgjidhje për të rregulluar, sepse kanceri, cili është shkaku i kancerëve? Shkaku i kancerit, pra kanceri ka të gjithë ne kemi lezione kancerogjene, por të cilë mirëmbahen nga sistemi imunitar apo dhe të tjera. Shfaqja e kancerit mund të jetë nga faktor të përcaktuar ose jo të përcaktuar. Shkaktohet nga keq formimi ose një prishje segmentit ADN-s në njësinë më të vogël që është qeliza. Dhe është shumë vështirë që shkenca mjekësore sot të ndërhyjë për të riparuar ADN-n pra qelizore, për të riparuar dhe për të evituar pra qelizat kancerogjene. Prandaj është sepse ka tumor të mirë benigje, të cilët ekstraktohen edhe nuk përsëriten më, ka dhe tumor maligne, të cilët pikërisht pra këto pasi u bëhet kirurgjia rishfaqen përsëri. Pra metastazojnë shpejt. Prandaj duhen bërë kontrollet vazhdueshme. Dhe jo t'i besojmë deri në atë mos inteligjencës artificiale, duke i dërgu edhe duke bisedu me të si kur bisedojmë me mjekun e përgjithshëm, cili t'ja tregon simptomat, edhe ta shet gjendjen reale kur je fizikisht pranë ti. Asnjëherë, domethënë, unë faktikisht inteligjenca artificiale në drejtime të ndryshme, në sistemet robotike, është shumë precize, është shumë saktë, por online përsëri, aplikimi i inteligjencës artificiale në rrjetet sociale apo në botën online është në dorën tonë, sepse ne gjithmonë mund të gjejmë informacion dhe rrugëzitje, por në aspektin shëndetësor duhet me patjetër të marrim diagnozat saktë nga një specialist dhe profesionist i mirë. Ka pas pacient që kanë marrë receta online, kanë marrë produkte farmaceutike pa recetë e mjekut online. Kategorikisht shumë e gabuar. Pra duhet dim ta menaxhojmë. Inteligjenca artificiale, për shembull tek fëmijët sot, TikToku bë kryefjalë globale përse? Sepse një aplikacion me një algoritëm kaq të fuqishëm po sillte inovacion në botën e marketingut digital dhe në promovim. Por kishte mungesë të bllokimeve apo restriksioneve apo filtrave algoritmik, që do të thotë keq përdorin nga të ri duke uploaduar video të cilët kishin nuanca bulizimi apo koncepte dhune, dhe kjo ishte lehtësisht të uploaduar në TikTok. Ndërkohë që Instagrami dhe Facebooku kanë disa madje ta heqin të bllokojnë fare accountin, ta deletojnë. Prandaj ky është keq përdorim i të rive ndaj inteligjencës artificiale në rrjetet sociale, por që në çdo profil apo në çdo aspekt unë shikoj shumë beneficiare, domethënë shumë përfituese, po na ndihmon në punët tona. E rëndësishme është të gjejmë balancin mes teknologjisë dhe kryerjes së profesioneve. Patjetër. Për shembull, çudirat më të fundit ndesha të aplikimi i inteligjencës artificiale, inteligjenca artificiale në astronomi apo në shkencën hapësinore, në NASA. Sot po bën çuditëra. Sot, siç e patë edhe lajmin e fundit, Katy Perry bashkë me të dashurën e Jeff Bezos, dhuratë kjo e bërë nga Jeff Bezos, dërguan disa vajza në hapësirën ndërplanetare, jashtë planetit blu për të parë planetin blu. Pra zhvillimet po ndodhin. Sot kemi një kompeticion shumë të madh midis kompanisë aeronautike Blue Origin dhe SpaceX të Elon Musk. Pra e shikoj që inteligjenca artificiale po shkon këtu saqë po promovon edhe turizmin kozmik. Kishte më bukur dhe më fantastike që të shkosh një herë me një kapsulë kozmike të shikosh planetin blu nga jashtë atmosferës, domethënë. Unë shikoj që gjërat bukura po ndodhin, zhvillimet mëdha, çdo gjë inteligjenca artificiale po leton punën tonë,
Por nuk duhet keq përdoret. Duhet menaxhohet, siç e përmendet edhe ju, balanca shumë e rëndësishme. Kemi shumë profesione të cilat munden me u zëvendësu, po me ardhjen e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale dhe shumë profesione të tjera të cilat munden me u kriju si profesione të reja. I vetmi profesion si përfund që unë mendoj shumë pozitive që nuk mund zëvendësohet është profesioni i psikologut. Pra, të tjerët edhe deri diku. Një inxhinier biomjekësor nesër, se po e them edhe pak për batut, nesër pas nesër do kesh një inxhinier AI. Sot në botën e medias janë krijuar avatar, holograma humanoid të cilët japin lajmet, moderator, speaker lajmesh, por që unë nuk më pëlqejnë, sepse nuk e shikoj lajmin me emocion. Një gazetar i mirë, një moderator i mirë shfaq emocion për të kapur audiencën në kurs dhe për të dhënë një mesazh me ndjenjë dhe emocione, kurse inteligjenca artificiale ty ta jep lajmin në mënyrë automatike. Pra, po shikojmë zëvendësime, kurse asnjëherë inteligjenca artificiale nuk zëvendëson një psikolog, sepse psikologu asnjëherë nuk ndërhyn në emocione dhe ndjenja dhe t'japi argumente ndaj pacientit që ka probleme psikoneurotike. A mund ta zëvendësoj një mësues? Mendoj që në mënyrë indirekte edhe mund ta zëvendësoj. Edhe një inxhinier mund ta zëvendësoj. Pra, në sensin që sot janë krijuar humanoid. Ai Elon Musk i famshëm tha brenda 2027 do ketë më shumë robot humanoid se njerëz. Çuditëra po ndodhin. Domethënë, Elon Musk u përmbush pioneri i teknologjisë, dhe unë jam fan shumë i madh i Elon Musk. Dhe çuditërat që po ndodhin realisht, çfarë po bën vërtet po e vën deri diku po na vën domethënë në dyshje nëse po na zëvendësojmë vërtet apo jo. Ermand, shumë faleminderit për kohën, për gjitha këto informacione, sepse është një temë e gjerë, një temë cilën ne vazhdimisht e diskutojmë, sado që friksohemi, për e shohim si diçka të mirë, kur e shohim diçka të mirë, friksohemi pse po i shohim të mirat e saj, sepse gjithmonë është frika e zëvendësimit prej saj, edhe shohim në të njëjtën kohë edhe atë hutinë edhe të moshave të reja, të rinjve të cilët akoma nuk e dinë se ku me u drejtu, ndoshta gjithë ajo punë që do e bëjnë me vite do shkoj hoq sepse pas disa vitesh do zëvendësohen. Shiko, deshat edhe si përfund jeta është shumë e thjeshtë. Në sensin që shikojmë që qenia njerëzore vetë në psikologjisht është shumë e komplikuar, mendon shumë dhe këto mendime të vazhdueshme stresojnë dhe kalojnë në labirinte psikologjike. Ndërkohë që inteligjenca artificiale asgjë di fare, inteligjenca artificiale i jep komandën, vazhdon punën, domethënë. Kjo është problemi që ndos, domethënë. Por inteligjenca artificiale në mënyrë indirekte ka filluar të zëvendësojë inteligjencën natyrale. Madje, po ndosë edhe diçka çuditshme, inteligjenca artificiale po sfumon, po ul gradualisht nga pak koeficientin e inteligjencës natyrale, sepse ne i gjejmë gjërat gati. Një gjimnazist, një student tashmë nuk e vret mendjen fare. Mjafton, ka një problem të vështirë, e shkruan për të gjetur problemin apo zgjidhjen e gjen zgjidhjen. Dhe gjëzidhjen, pra këtu është keq përdorimi, duhet edhe të mendojmë në mënyrë të logjikshme për të zgjidhur problematika të vazhduara dhe jo thjesht të përdorim instrumentin AI, domethënë që sepse është në domin tonë. Ermand, shumë faleminderit për kohën, faleminderit për krejt këto informacione, ka një bisedë shumë e këndshme, e shpresojmë që për tema tilla dhe zhvillime të reja, herën tjetër të kemi këtu në studion e Herët të diskutojmë. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që isha pranë jush në televizionin TV. Shumë faleminderit. Pash një ditë sa më të bukur. E tash shikus të do